Dhe dua tash ta lexoj, realisht nuk është një ankesë, është një lajm I mirë që vije nga shikuesit tanë, bëhet fjalë konkretisht për në fshatin Slivov, të Ferizajt, rruga Bekem Jashari. Mirëmëngjes, kam thirrë para disa ditëve, jam ankuar për rrugë, që 2 ditë kanë ardhur për me rregullu, shpresojmë që ta përfundojnë. Rruga ka qenë e pa asfaltuar. Thot qytetarja dhe I kemi besoj edhe fotot fatmirësisht një lajm I mirë kur dëgjojmë raste të tilla, që shohim që puna po kryhet deri në fund. Kjo është fotoja si ka qenë rruga dhe e shohim tash cila është fotoja që kam përcjell. Dhe na ka dërguar edhe videon nga nisja e punimeve, një lajm I mirë, një gjë e mirë për ta raportuar, fatmirësisht krahas raportimeve për probleme, kemi edhe raportime të tilla. I përgëzojmë edhe zyrtarët komunal për angazhimin e tyre. Edhe sigurisht është e rëndësishme kur shohim që ka ndalë për me I përfundu punët deri në fund. Faleminderit edhe zonjës në fjalë. I shohim raste të tilla. Prandaj, çka që keni, ne me aq sa mundemi, I raportojmë dhe dëshirojmë që të kemi sa më shumë raste të tilla, por që varet nga raportimet tuaja dhe nga ajo që ju besoni tek adresa e ankesave për t'i dërguar, për t'i raportuar rastet e problemet tuaja. Vazhdojnë të dërgoni problemet të rrisni tash drejt për drejt në emision, në numrat tanë në Viber në +3343 808001 apo edhe në +3349 508070. Me këtë video që besoj që flet shumë. Besa besmoj besën ta kam dhënë, për folin që kem jetën doj me dhënë. Rrugës ta të ti kur shkoje, vetla jo te krashi bonje, hasmitën martaja I ra, syri kes kur mos me pa. O hajde dali ma, moj shibe ma një so, e hajde